Suedia mori një humbje të hidhur në shtëpi mbrëmjen e së hënës përballë djemve të Kosovës, të cilët tashmë mbajnë gjallë ëndrrën për në botëror. Sfida e vlefshme për kualifikueset e botrorit 2026 përfundoi 0-1 në favor të kombëtares së Kosovës me golin e shënuar nga Fisnik Aslani. Megjithatë, duket se me humbjen e suedezëve është hidhëruar gazetari kosovar Milej Mzeka, ky i fundit i cili ka edhe nënshtetësinë suedeze, i ftuar në Shqipëria Live, u shpreh se bëri tifo për Suedin, shteti i cili sipas tij i ka dhënë gjithçka ndryshe nga Kosova. Për sa i përket kombëtares së Kosovës, gazetari Zeka tha se i ka dhënë vetëm Hugardi dhe luftën. Teksa gazetarja Sidorela Gjoni e uroi për fitoren e Kosovës, Milej Mzeka ju përgjigj duke thënë: "Unë kam qenë për Suedin, por unë e kam thënë publikisht që Suedia më ka dhënë karrierën, më ka dhënë shkollën, edukimin, parat, Kosova veç Hugardi dhe luftë më ka dhënë, por s'po e prish festën e sportit", u shpreh ai. Sa kaq humbja 0-1 mbrëmjen e së hënës në Göteborg përballë Kosovës ka bërë që Federata Suedeze e Futbollit të shkarkojë nga detyra trajnerin Thomasson. Trajneri danez e ka drejtuar përfaqësuesen e Suedisë që prej marsit të vitit 2024 ai ishte në krye të pankinës për plot 18 ndeshje, duke grumbulluar një mesatare prej 1.61 pikësh. Në këto 18 ndeshje, ai ka fituar 9 prej tyre, ndërkohë që 2 kanë qenë barazime dhe plot 7 të tjera janë humbje, 2 prej të cilave janë shkaktuar nga Kosova.